Mergja i madh i fesë, Ajatullahu i madh Said Muhammad Said El Hakim, nuk është prej mendimit të shiave, quajtë heretik të sabahve dhe as i shumicës muslimane, me gjithë grup nocionet e tyre të ndryshme. Kjo mbështetet e vërteta e Islamit dhe të përcaktimi i parimeve të tij. Gjithashtu, kjo njihet nga hadithet e imamëve të shiitëve, nga fetvat e dietarëve të tyre dhe nga thëniet e tyre të qarta. Në këtë kontekst, lindin dy pyetje. 1. Kush quhet musliman? 2. Cilët janë kufijtë e heretizmit? Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Atij i takon lavdërimi. Përgjigjet: së pari, një njeri quhet musliman kur dëshmon dy dëshmi dhe pohon detyrimet e domosdoshme të fesë, namazin, agjërimin, haxhin e të tjerë. Kështu që ata që përfshin rregullat e Islamit, kur marrja e pasurisë dhe derdhja e gjakut të tij janë të ndaluara. Së dyti, përgjigja rreth heretizmit sqarohet nga ato që tha më lart.